bopo ma tutjes që bën informuar se çka ndodh. Është e pabesueshme, por Fisniku, që është caktuar me qenë ekspert i pavarur, ka nënshkruar kontratë me komunën e Vitis në mars të vitit 2021. Sipas ligjit, kur eksperti është i pavarur, ai nuk guxon me pas përfitime e kontrata me subjektet që i prek ekspertiza dhe harton ekspertizën e cila përfundimisht konstaton që në dosjen e korrupsionit nuk pati keqpërdorime. E hulumtimi ynë gjen se lajme të mira mori edhe eksperti Loshi. E kemi thënë disa herë shikues të nderuar që korrupsioni nuk luftohet pa dëshmitar e normalisht për ta kuptuar se çka u gatua në këtë proces, ne duhet të gjurmojmë shumë më thellë. Baza kryesore mbi të cilën krejt puna e prokurorisë u hedh poshtë është një ekspertizë e gjeodezisë dhe ndërtimtarisë, e cila u hartuan nga 2 profesorë të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe ekspertit financiar. Për ta thjeshtësuar, në nisje, prokuroria kishte angazhuar gjeodetin Farhi Shaqiri, i cili, kur ka kthyer letrat dhe terrenin, ka konstatuar që në këtë land ka keqpërdorime. A keni bë ekspertizë për një rast që është u përful këtë në akt gjykim? Nuk ekspertizën e kom bë, po ma tutjes që bën informuar se çka ndodh. Unë jam të lexuar një akt gjykim, domthon gjykata i ka rrëzu pretendimet e juaja, i ka refuzuar në lidhje me ato ekspertizën që e ke bë për rrugë atje. Po. Ne dhe unë veç deshta me pyeta, e ke qenë ndjeni çka ka ndodhur me qëtë rast më onaj sen? Ja, po ne kom kryer punën tani, kom dorëzuar në prokurori dhe mos kom pas qenë se punoj, kom pas rrugë pas funksionos, më mendimin tam. Ma po të kujtohet rasti? Që aty ka përfunduar. Po, apo të kujtohet rasti, po? Po më kujtohet si rast, po. Puna jam është ka një mod që ato rrugë që janë ekzekutu. Sipas kërkesës prokurorisë, edhe kom kryer punën tam. So ka pas çështja e prokurimit të konë, so fillon rrugë konë puna jam ajo. Për dimensionet e jam vetë çka kom gjetë terren, shoh se ekzekutu që i kom raportu. Edhe rribra pa tyre. Por, ekspertiza e tij nuk i pëlqeu mbrojtjes, të cilët kërkuan një ekspertizë tjetër. Në këtë propozim, nis të zhvillohet lëmshi i cili nxjerr të pafajshëm zyrtarët e komunës së Vitis. Po qysh bëhet lëmsh një lëndë e korrupsionit, e cila nxjerr të pafajshëm 5 zyrtarë të akuzuar për korrupsion? Lepuri fshihet tek ekspertiza. Pra, ekspertiza e parë thotë që ka probleme dhe për ta rrëzuar atë duhet një ekspertizë e re. Puna i besohet 2 ekspertëve të Fakultetit të Ndërtimtarisë, Esat Gashi dhe Fisnik Loshi. Këta 2 ekspertë vijnë në gjykat me një ekspertizë tjetër, e cila dallon shumë nga ekspertiza e parë. Ekspertët, sipas asaj që shkruhet në akt gjykim, kanë ngrit pretendime që komuna ka përfituar më shumë metra asfalt se sa që ka gabu. Pra, eksperti i parë thotë që janë humbi 20.000 euro vlerë e zhavorit dhe asfaltit, ndërsa ekspertiza e dytë thotë që komuna ka përfituar më shumë metra asfalt. Kjo i bjen që gjykata duhet me shpall të pafajshëm zyrtarët publik. Pra, kur i sill komunës fitime, ish dash me pas shpërblim e jo akt akuzë. Duke e përdor një raportues në kallzo.com, ne kemi nis me të fillu lëmshin edhe me gjetë disa fakte që janë serioze dhe të cilat lidhen me këtë ekspertizën e dytë, mbi të cilën zyrtarët u shpallën të pafajshëm. Faktet që kemi gjetë janë shumë të forta. Fisnik Loshi ka një kompani me emrin News SHPK. Është e pabesueshme, por Fisniku, që është caktuar me qenë ekspert i pavarur, ka nënshkruar kontratë me komunën e Vitis në mars të vitit 2021. Pra, 4 muaj para se të bënte në burg Fadela Bazi, e kishte nënshkruar kontratën me Fisnik Loshin. Kjo është në letër dhe e nënshkruar, shikues të nderuar. Çka gjejmë tjetër në lëmshin e madh të ekspertëve që u mundsuan zyrtarëve me u liru prej akuzave për korrupsion. Fisnik Loshi është caktuar me bë ekspertizë në punimet të cilat i ka realizuar kompania Pro & Co Group. Duke gjurmuar në historikun e kompanisë, gjejmë prova shumë serioze. Eksperti Fisnik Loshi punon dhe bashkëpunon ngushtë me biznesin që ndërtoi rrugët. Në këtë dokument shihet se Loshi dhe kompania e tij kanë kontrata
me kompaninë që i kishte kryer ndërtimin e rrugëve. Për Nela Ekët, kjo tregon se Fisnik Loshi u angazhua me dhënë mendim të pavarur në cilësinë e ekspertit për dy subjekte me të cilat kishte kontrata biznesore. Sipas ligjit, kur eksperti është i pavarur, ai nuk guxon me pas përfitime e kontrata me subjektet që i prek ekspertiza. Por këto nuk përfundon lëmshi. Në kohën kur procesi gjyqësor po zhvillohej, Komuna e Vitis nënshkroi një kontratë të prokurimit me vlerë 360.000 eurosh, pjesës së cilës ishte edhe kompania e Fisnik Loshit. Në këtë kontratë, përveç Fisnik Loshit, mjetë përfiton edhe kompania Geomap, e cila është në pronësi të Florent Eminit. Florent Emini është burri i Armenda Beqirajt, pronare së kompanisë Pro & Co Group, që e shtroi asfaltin. 2 muaj pas kësaj kontrate të madhe, eksperti Fisnik Loshi merr detyrën për të hartuar ekspertizën. Si person me kontrata të nënshkruara me komunën, ai del në teren dhe harton ekspertizën, e cila përfundimisht konstaton që në dosjen e korrupsionit nuk pati keshpërdorime. Ekspertiza dorëzohet në gjykat me 1 dhjetor 2023 dhe është prova që i liron nga akuza 5 zyrtarët e komunës. Lëmshi shkon sërish duke u përzi edhe më shumë. Mbi ekspertizën e Fisnik Loshit, gjykata me datën 25 mars 2024 i shpall të pafajshëm të gjithë zyrtarët komunal. Lajmit padyshim që u gëzuan të gjithë të akuzuarit. E hulumtimi ynë, gjen se lajmet e mira mori edhe eksperti Loshi. Me datën 31 korrekt 2024, i akuzuari Fadil Abazi, që u la i lirë nga vendimi i gjykatës, nënshkrua një kontratë tjetër. Vlera është 300.000 euro. Nga kontrata, sërish përfitoi eksperti Fisnik Loshi dhe kompania e tij News SHPK.